Banorët dhe bizneset që preken nga projekti TIT në Durrës, pas disa ditë protestash të organizuara në zonën arkeologjike, si dhe para Bashkisë Qytetit, kanë paditur tashmë në SPAK ish ministrin e Kulturës Elva Margariti, ministrin aktual Blendi Goxha, kryebashkiakën Emiliana Sako, dy përfaqësuesit e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, si dhe 3 studiut e projektimit që kanë hartuar dhe miratuar këtë projekt. Banorët kanë ngritur padi për falsifikim të materialeve dhe për një sër shkeljesh të tjera, pasi sipas tyre nuk është bërë një konsultim publik për tjetërsimin e pronave të tyre. Projekti prek 74 banesa dhe biznese që shtrihen përgjatë bulevardit Epidam. Në një postim në rrjetet sociale, në emër të familjeve të prekura, arkitekja Antela Spahivogli shkruan se padia në SPAK përfaqëson një hap të rëndësishëm në mbrojtje të drejtave të qytetarëve tanë. Mëtej në postim, arkitekja thekson se nuk mund të hartohen apo zbatohen plane zhvillimi pa njoftuar dhe konsultuar banorët, nuk mund të lëvizet asnjë tull apo dritare pa transparencë plot. Mbi të gjitha nuk mund të kryen shpronësime me çmime të padrejta dhe pa negociata të ndershme. Ky rast synon të bëhet model për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në Shqipëri, si dhe një mësim i qartë se zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të ndërtohet pa respekt për komunitetin që preket.